Lideri historik i Partisë Socialiste Fatos Nano, një nga figurat më emblematike të politikës shqiptare, u përcoll në banesën e fundit. Qytetar të shumt, eksponent qeveritar, figura të shuara politike, fetare e artist, u mblodhën në Pallatin e Kongreseve për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Me lule dhe kurora në duar, ata nderuan figurën e ish-kreu të qeverisë shqiptare. Me qindra persona, i shprehën ngushëllimet e tyre familjarëve të ish-kryeministrit. Në këtë ditëzie, politikanë të majtë dhe të djathtë u bën bashk, ndërsa lider nga vendet e rajonit morën pjesë gjithashtu në homazhe. Ceremonia vijoi me fjalën e bashkëshortes së liderit historik të së Majtës, Joana Nano. Fatosi ishte neveritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe paaftësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. I biri Fatos Nano, Sokoli, foli për figurën e tij si baba, por edhe si lider. I pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës, dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Pas artësi i tij, Edi Rama fjalën e nisi me keqardhje që nuk mundi të vijonte traditën e takimeve të tyre, por nuk harroi të nderonte figurën e politikanit që e futi në familjen socialiste që ai tashmë udhëheq. Historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, nëse jam unë sot zëdhënësi i idhërimit krejt familjes madhe socialiste, kjo lidhet padyshim me intuitën dhe me guximin e kryetarit themelues. Ndërsa bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë e cilësuan si një person të drejtë dhe që dinte të udhëhiqte. Do të mbahet mend si i pari që në zgjedhjet e para dhe të fundit që humbi, dha dorëheqje të parevokueshme, duke i lënë të lirë forcën politike dhe gjeneratën e re. Pa i mohuar kërkujt mundësinë për të rritur, për të punuar, për të zhvilluar, e natyrisht edhe për të bërë karrierë brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ju dha lirinë e mundshme që të bëheshin njerëz më të mirë. Pas përfundimit të homazheve, Arkmorti u vendos në shtratin e topit, si nderimi më i lartë për një udhëheqës, ndërsa u shoqërua dhe me ritmet e këngës legjendare të Frank Sinatra, I Did It My Way. Me qindra njerëz e shoqëruan për herë të fundit liderin historik të së Majtës, duke hedhur karafila të bardhë. Fatos Nano drejtoi Partinë Socialiste në qeveri dhe opozit, pas rrëzimit të regjimit komunist. Ai udhëhoqi vendin si kryeministër, ndërsa dha dorëheqjen në vitin 2005.